Me një duar trokite të fortë, Stenaldo Mohili. Stenaldo. Do më duhet mua të vitu afër të e. Hello. Ka varmarë të tu. Të qënë ti? A ju mirë. Natë bukur. Natë bukur. Gërshërët i ke në dorë, bileta më duhet mua. S'kisha hapur në njerë nga këto. Do hapësh vetëm? Po vetë më pse? Se më nxjerr pa fat po tjeti. Po unë se kuptoj që duhet gërshëra, do me thënë, a nuk hapet me dorë kjo? I don't know. Hapet me dorë, më pse e marrin të gërshërën gjithmonë? Që s'mo kam parë mendje. Që pse e hapin me kështu, por mund ta hapësh me dorë. Pase gërshëra është më elegant. Pase është më elegant, po. Si puna atyre që han picën me thikën me pyr, unë me... është vetëm vajtje. Më vjen keq. Ja, s'është asgjë. Eja me mua. Atëherë, qëndrojmë këtu të kemi një karrige. Ashtu. Perfekt. Me bluzën e manajt, ë? Gjithnjë. Nga fat manajt kjo bluza, po ty jo dhe aq. Fati im është që shpresë dhe marrëzi. Që u bëra, po, shpresë dhe marrëzi patjetër, por që isha pjesë e një programi të kësaj madhësie, të këtyre përmasave dhe që kam patur fatin të jetoj 90 ditë të plota do ishin sot. Të shkëlqyera në një atmosferë gati surreale, që bëhet edhe më surreale tani që ne dalim nga ajo shtëpi dhe duhet i kthehemi jetës sonë jashtë dhe të vazhdojmë përpara me sfidat tona dhe me atë që na përket. E mbi gjitha që të mos harroj dhe s'duhet kur të harroj që fatin që pata për të qenë në Big Brother duhet ta ndaj me çdo që i duhet pak fat në jetën e tij ose saj për të ecur përpara. Ti thua kështu. E di çfarë them unë? Nuk është fare punë fati. Dhe e di pse? Sepse këmbgulja jote e jashtëzakonshme në gjithë këto vite, këmbgulja jote për t'i treguar skeptikëve, të cilët na rrethojnë në këtë vend më shumë se sa leshterikët në Adriatik, është ajo që e mban këtë vend peng dhe është këmbgulja e njerëzve si ty, të cilët janë të rrallë, që i tregojnë këtij vendi dhe këtyre leshterikëve që bëhet ky vend nëse mundësia jepet. Unë të falenderoj shumë që ke qenë pjesë e Big Brother. Faleminderit. Ele Dion jam Kam mirë kuptuar çdo mesazh tëndin përpara se të futesh në Big Brother. Nga ndonjëherë këmbguljes tënde edhe nuk e kam kthyer përgjigje, por këmbgulja është ajo që na çon aty ku duam të shkojmë. Asgjë tjetër. Fatin e bëjmë vetë ne. Fati nuk ekziston. Zgjedhjet janë tonat, ti zgjodhe të isha aty brenda dhe zgjodhe të tregoje një Stenaldo që jam i bindur mbas vitesh të tëra do jesh krenar për atë që do të dëgjosh, ndjekësh apo që do thonë Lipra dhe Mbesa dhe tu më vonë, vite më vonë. Faleminderit, gentlemen. Është bukur të dëgjosh këto fjalë nga ti. Nuk e dija a diskutohen sot qëndrime Big Brotherit mijat, por shkurt fare dua vetëm të them këtë, që edhe në Big Brother dhe në jetë njeriu hyn dhe pastaj ka të fazën e pjekurisë edhe fazën e çkompleksimit. Unë ndoshta nga që Big Brotherin e kam imagjinuar sipas një koncepti timin, dhe kam menduar që të qenit përpara gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë dhe ndodhen, nuk do të thotë të atështirosh veten tënde nga të gjitha barrierat që e bëjnë njeriu njeri. Nuk do të thotë të fyesh këtë del përpara, nuk do të thotë të bësh gjithçka për të fituar një çmim në fund, por do të thotë një mundësi e jashtëzakonshme që ti, në këtë rast unë, të tregosh anën tënde më të mirë
dhe të ruash me gjithë peshën dhe me gjithë presionin e atij programit, atë që është kryesorja për njeriu, që është të qenit njerëzor. Dhe unë shpresoj që në muret e shtëpisë Big Brotherit, pavarësisht situatave të ngarkuara, shpeshherë të rënduara, përballjeve me njëri tjetrin, unë them që ky ka qenë Big Brother agresiv, nuk e di, vetëm kur të pyes gocat nesër Kiarën edhe Francesco do ta kuptoj, a mendoj unë se kam qenë pjesë e Big Brotherit apo e thonë dhe vajzat? Por çdo Big Brother është nga pak agresiv, nuk ka si të jetë. Patjetër, po them në këtë që qesh, për mua është e rëndësishme shumë që të ruaja standardet e karakterit tim. Edhe pse nganjëherë e bën më dinamik personazhin, kur ti je ndoshta një Rogert apo ndoshta një Mir apo ndoshta dikush tjetër, unë kam preferuar që prej fillimit të mos e bëj këtë. Dhe pavarësisht faktit që dal pagës përpara gjysmëfinales, finales, unë them se jam krenar me rrugtimin tim nga perspektiva ime. Tani duhet të jesh. Duhet të jesh. Monika, si e ke parë ti Stenaldon? Unë mund vi ta takoj? Po. E Monika. Më thuaj. Ja, të lutem. Me pak të shumë vesh. Kënaqësi shumë. Suksese. Faleminderit. Stenaldo, vërtet dole përpara kohe, por mund të them që ti ke fituar një Big Brother që nuk do ta fitonte dot askush në gjithë historinë e Big Brotherit në Shqipëri, sepse është ajo që thash dhe pak më përpara, që kufit ne i kemi në mendje, jo në trup, dhe ti i ke thyer të gjithë llojet e kufive dhe të gjithë barierat që dhe njerëzit normal i kanë dhe kanë komplekse, kanë frikë të përballen, ti u përballe jo vetëm me opinionin, jo vetëm me pasiguritë tona, po ti luftove dhe për pasiguritë e gjithë shqiptarëve, të cilët mendojnë që ajo që është e pamundur është shumë e mundur kur ke dëshirën dhe forcën brenda vetes tënde. Dhe nuk është fati ai që ta jep ti të drejtën, por fatin ti atë që tha dhe Legioni e ndërton vet. Kështu që pavarësisht nga kjo, për mua ti e ke fituar Big Brotherin, bravo të qoftë, i emotiv për shumë djemë dhe vajza të rinj që vegjetojnë dhe nuk luftojnë ashtu siç lufton ti për çdo moment të jetës tënde. Bravo. Jam mirënjohës, Monik. Faleminderit shumë. Arber. Apo të pyes Stenaldon si Arber dhe të kume. Edhe mundesh, e bukur do ishte edhe ajo. Stenaldo, unë mendoj që ti hyre në një sfidë që shumë kusht nuk do të kishte fuqinë për ta marrë këtë iniciativë. Mendoj që një nga gjërat më të rëndësishme që ka ky program dhe që nuk është e lehtë është mesazhi. Dhe të dalësh nga kjo shtëpi dhe në krahët e tua të kesh fjalën frymëzim, për mua kjo do të thotë shumë. Dhe unë mendoj që ti me të gjithë karakterin tënd dhe integritetin që ke treguar gjatë gjithë kësaj periudhe në shtëpi, je bërë frymëzim për shumë njerëz dhe faleminderit. Faleminderit shumë. Unë jam shumë krenar, ashtu siç besoj që është çdo shqiptar dhe uroj që brezat që do të vinë të kenë simbol frymëzimi. Faleminderit, Faleminderit. Dhe tani unë dua të bëj një pyetje. Faleminderit, e besoj shumë. Dua të bëj një pyetje. Po, patjetër. Kush e fiton Bigun? Tani unë jam përpara publikut dhe që them të drejtën, Big Brother ka një kleçk të vogla aty brenda që ju na shihni gjithmonë, po për mua, edhe pse jam parë nga një publik madhor gjatë gjithë kohës, fakti që ndjej një sallë sot do të thotë shumë edhe ju faleminderit që tani po na jepni edhe ju energjinë mbrapsht, edhe që mund ju ndjej edhe që mund ju kem kaq pranë. Arber, nuk diskutohet që nëse unë do të bëja një zgjedhje dëshire, dhe nëse dëshira ime do të ishte vullnet, Big Brotherin e fitonte Mali. Djali që unë e çmoj pambarimisht për personin që është. Por unë e kam lexuar Big Brotherin nga brenda shtëpisë dhe sikur të kem qenë pjesë e këtij publiku. Dhe dua të them që në sens kështu racional fare, dinamika që i ka sjellë programit Selin, ajo çka është dashur të duroj, përballja që ka patur me të mirën dhe me të keqen. Historia që unë e kam vlerësuar të vërtet mbas pikpyetjeve të para me Gimbon.
mënyra se si i është qasur në tërësi, po themi tani, gjithë Big Brotherit saj, unë them që po themi, pra në sens arsye, në kontekst arsye, besoj që Selin i ka të gjitha për të fituar. Jam i bindur që gjëja e parë që do bësh, me njerë pasi ne të mbarojmë, do t'jetë një përqafim i gjatë, i përlotur me fluturën tënde, e cila mezi po të pret dhe nuk e di që do të thot, por jam katërcipërisht i bindur që i ka rënë bingo me ty. Jo, Lëgjon. Jo. Duhet jesh... Unë bëj gabim që flas në emër të saj, por ma lejo këtë si prind, jam i bindur që ajo nuk do të ndronte ty me Xhevahirin më të çmuar në botë. Jo, unë duhet të them që unë jam 800% i bindur. Që unë kam fituar jo bingo, po me miliona bingo, për faktin që kam fluturën timëm. Edhe është krenaria më e madhe i edhësim. Për momentin do duhet të rish këtu afër Gretës, se ja me mua të shoqëroj kujdes, po. Tu kemi një shkallë të vogël, po takojmë Ilirin, se Iliri... Okej, tani, Ilir, Spenaldo, vetëm sa të më kaloj shkallën dhe pastaj jemi okej. Jo, një shkallë më si bravo, perfekt. Po e di, po studio është e re o është e re, nuk e kemi bërë studion më përpara. Si të bësh. Okej, mirë, shkojmë në shtëpi tani. Po vazhdove pastaj të dalë. Fakti që ai është mirë për atë. Ninja! Këtu jemi këtu. Ku jeni? Për ninja jam këtu, nuk flet gjumë. Pse je ninja ti? Ku dëgjo? Nga që u përgjigje, ma? Po më dogji. Po? Po. Po pse të djek ty? Po më djek me të keqen qatë. Mirë, djek puna ninjës edhe fakti që s'është fare në shtëpi. E urdha. Jo, faktikisht i djek Selini se nuk e gjeti, nuk i shkoj mendja. Jo, me thënë drejtë as nuk llogarita fare, nuk llogarit. Që jam në shtëpi? Po, patjetër. Mirë, shojmë këtë klipin edhe zbulojmë.